Dashi. Sot do të ndjeni luftarak dhe plot vendosmëri, të gatshëm të realizoni çdo ide që keni në mendje, pa u bërë agresiv në arritjen e qëllimeve tuaja. Në marrëdhënie, pasioni do të jetë i zjarrt, ndërsa yjet do të punojnë për t'ju ndihmuar të krijoni një të ardhme të bukur. Për beqarët do të keni njohje të shumta dhe një person ideal do t'ju duket natyralisht për të filluar një marrëdhënie të re, duke shprehur ndjenjat me mënyra interesante. Në punë do të merrni çfarë merituat, sepse përpjekjet tuaja do të japin rezultatet e dëshiruar, ndërsa në planin financiar gjendja nuk do të jetë as shumë e dobët as ideale. Demi. Sot, ndikimi i Venusit dhe Plutonit do t'ju sjellë qetësi, duke ju bërë të gatshëm për të realizuar projektet që keni në mendje, me të gjitha këmbët në tokë. Nëse jeni në një lidhje, tensioni i kohëve të fundit do të fillojë të ulet dhe do të merrni vendime me qetësi, duke mos thënë asgjë pa e menduar mirë. Për beqarët, është e rëndësishme të jeni real, përndryshe mund të shkënjeni dhe të lëndoheni. Profesionalisht, do të jeni gjithmonë në lëvizje dhe arritjet do të vinë një pas tjetrës, duke e shijuar çdo hap, ndërsa perspektivat financiare duken të begata dhe ju mund të përfitoni edhe nga disa paramonjan. Binjakët. Falë ndikimit të Marsit dhe Venusit, sot entuziazmi do të mbizotërojë në jetën tuaj, duke ju bërë të kujdesshëm dhe të saktë në veprime, pa gabime të panevojshme. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të kaloni çaste të mrekullueshme, pasi partneri do të përpiqet të bëjë çdo sekond sa më të veçantë. Për beqarët, një ish miq ose një mik i vjetër mund të bëhet një pikënisje për dashuri spontane, ndërsa në punë do të luftoni me vendosmëri për të hapur të gjitha portat e mundësive, duke e bërë ditën më të lehtë. Gjithashtu, mbani mend të mos tregoheni impulsiv me shpenzimet për të shmangur pasojat të mëvonshme. Daforia. Padurimi sot do t'ju shtyjë të merrni vendime të nxituara, duke mos menduar si duhet para se të veproni, gjë që mund t'ju bëjë të reagoni me shpejtësi kuturu. Në marrëdhënie, për shkak të problemeve serioze të së kaluarës, mund të mendoni edhe për një ndarje të përkohshme. Ju rekomandohet të diskutoni alternativat, sepse ndarja mund të evitohet me komunikim të sinqert. Për beqarët, do të takoni dikë që ju bëhet i veçantë, duke sjellë ndjesinë e plotësimit. Në mjedisin e punës, megjithse ide të mira do të vinë, realizimi i tyre do të jetë sfidues, ndërsa situata financiare do të mbetet e qëndrueshme, por jo në gjendjen më të shkëlqyer. Luani. Sot, ju rekomandohet të mos e shpenzoni kohën duke u marrë me çështje të kota, por të përqendroheni tek ato thelbësore. Nëse jeni në një marrëdhënie, jeta do të jetë e qetë, por nëse keni fëmijë, ata mund t'ju sjellin stres dhe lodhje të vazhdueshme. Për beqarët, do të jeni të hapur për takime, por mos bëni vendime të përfundimtare shpejt, pasi keni nevojë për kohë të mendoni. Në ambientin e punës, do të keni mundësi për të realizuar disa projekte, të cilat do t'ju magnitin shefat, ndërsa ekuilibri financiar do të mbetet i qëndrueshëm pa tronditje të mëdha. Virgjëresha. Sot do të përjetoni një ditë plot pozitivitet, ku humori juaj do të jetë i shpejtë dhe do i bëni të gjithë të buzëqeshin. Në marrëdhënie do të konsolidoni lidhjen me partnerin tuaj, duke parë gjërat dhe një këndshembull krejtësisht i ndryshëm me emocione të forta. Për beqarët, nuk do të ndiheni ende të gatshëm për të hidhur hapa të mëdhenj ose për të inkurajuar dashurinë, ndërsa në mjedisin e punës, një koleg i dashur do të largohet nga kompania, duke sjellë ndjenjë pesimizmi që do të ndikojnë në përfundimin e detyrave. Në planin financiar, edhe pse gjendja nuk do të jetë optimale, me pak kujdes do ta mbani të qëndrueshme, duke shmangur investimet e mëdha nëse momenti nuk është ideal. Dëshorja. Sot do të bëni çdo gjë në mënyrë të papritur dhe do të duhet të shpjegoni qëllimet tuaja, pasi partneri mund të mos kuptojë menjëherë fjalët e tij. Në një marrëdhënie, komunikimi mund të lërë pa shprehje të qarta, duke krijuar dëshirë për sqarim. Për beqarët, do të tërhiqeni nga disa persona, por mund të ndiheni të bllokuar sepse përqimi nuk do të shprehet hapur. Në punë, fjalët mund të mos mjaftojnë, ndërsa veprat do të flasin për ju, kështu që fokusohuni në detyrat që duhen kryer. Gjithashtu, situata financiare do të jetë tepër e paqëndrueshme, prandaj keni kujdes nëse nuk doni probleme serioze të mëvonshme. Akrepi. Jupiteri sot do t'ju sjellë optimizëm dhe do t'ju bëjë shumë më shprehës, duke ju bërë të ndiheni të përkushtuar ndaj jetës në çift, ndërsa emocionet do të rrjedhin pa ndërprerje. Për beqarët, mundësitë për të gjetur persona interesante nuk do të realizohen, duke ju mbajtur në vetmi. Në ambientin e punës, askush nuk do të ndalojë synimet tuaja dhe do të ndiheni shumë të motivuar, ndërsa shpërblimet për arritjet do të jenë të mundshme. Në planin financiar, është e rëndësishme të mbani kontrollin mbi të ardhurat në mënyrë që të shmanni pasojat të papritura. Shigjetari.
Sot do të ndjeheni shumë të zgjuar dhe gjithçka do ta keni programuar me kujdes, duke mos lejuar që ndonjë papriturësi të ndikojë negativisht në ditën tuaj. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të përjetoni ndryshime të mëdha në jetën tuaj, duke krijuar harmoninë e dëshiruar dhe duke mos u përballur me probleme në krahin tuaj. Për beqarët, do të jetë më mirë të kaloni pak kohë vetëm për reflektim, sepse dita nuk do të sjellë takime mbretërëse. Në punë do të zgjidhen çdo problem me argumente të forta, duke bindur edhe ata më skeptik, ndërsa në planin financiar do të ndiheni me fat dhe gjendja do të përmirësohet. Britsjapi. Gjatë kësaj dite, çdo gjë do të realizohet sipas planit, pasi optimizmi juaj dhe strategjia e menduar do të përmbushin qëllimet tuaja. Në një marrëdhënie do të ndiheni më pozitiv, me ide të qarta për të ardhmen, duke u dashuruar me qetësi. Për beqarët do të gjeni personin e ëndrave duke filluar një lidhje të jashtëzakonshme, ndërsa në ambientin e punës do të jeni shumë të zënë me detyrat e caktuara, duke mos lënë kohë për mërzitje. Për fund, gjithçka do të rrjedhë si duhet dhe në planin financiar, ndihma e familjarëve do t'ju ndihmojë të kaloni periudhën delikate. Ujori. Sot pana nuk do të ndikojë shumë pozitivisht dhe mund të përballeni me sfida të vështira. Në një marrëdhënie, Venusi dhe Marsi mund të trazojnë atmosferën, duke shkaktuar mosmarrëveshje që do t'ju bëjnë të ndiheni të paqet. Për beqarët do të ndiheni tepër të hallakatur dhe do të keni vështirësi për të gjetur personin e ëndrave. Në punë, është e mundur të jeni viktima të gënjeshtrave nga kolegët, gjë që do të ndikojë në realizimin e detyrave. Megjithse financat do të mbeten të mira, duhet të jeni shumë të kujdesshëm në menaxhimin e tyre. Bravo për përkushtimin tuaj dhe mbani gjithmonë vëmendje në çdo hap të jetës. Peshi. Gjatë kësaj dite do t'i jepni rëndësi çdo detaji dhe nuk do lëreni asgjë të papërfunduar. Në marrëdhënie do të përqendroheni në konsolidimin e lidhjes me të dashurit, duke përmirësuar çdo aspekt për një marrëdhënie të fortë. Për beqarët do të shprehni dëshirën për të eksploruar dashurinë, duke u hapur ndaj mundësive të reja. Në ambientin e punës, sfidat do t'i përballoni me vendosmëri, ndërsa në planin financiar, edhe pse mund të ketë trënditje të vogla, me kujdes të veçantë do ta mbani situatën nën kontroll. Ky ambient ju nxit të menaxhoni çdo aspekt të jetës me disiplinë dhe përkushtim, duke siguruar një të ardhme të ndritshme.